Në mbledhjen e qeverisë së Rama ka emëruar edhe Silva Cakën zëvendës ministre të rendit. Nuk do të më bëj as pak përshtypje nëse Silva do ta dekoroj madje atë policin që arrestoi kur protestonte për teatrin kombëtar. Pasi në darkë Monika me Lulin i than largoni se mbrojmë ne dhe vajtën fadromat e sharuan pasi kishin bërë pazaret e tyre të radhës. Kështu, ju të ashtuquatur demokrat opozitar e harruat ku në 17 maj 2017 bashkë qeverisë të lumtur me Edi Ramën. Çfarë do bëj zonja? Thjesht ndroi takat e Partisë së Lirisë, veshi takat e Partisë Siçiliste të Shqipërisë. Kështu, ajo ndofta dhe do të kontribuoj për të zbardhur të vërtetën në atë ishullin atje ku Edi Rama në vitin 2019 siç ka biseduar. Ne të presim e të shikojmë çuditë e radhës që thjesht neve i diskutojmë, sepse asgjë nuk ndryshojmë.